Pizza më e shtrenjtë në botë. Po, pizza më e shtrenjtë në botë, 10.000 BTC-ja. Kalkulatorin e kiç aty, 10.000 herë me këto zero. herë 100.000. 10.000 herë 100.000. Sa e vjen ajo? Shumë zero. Shumë. E është interesant sa ai person është Bitcoin developer. Po, Nuk është personi random, ta kupton, ai personi. Ai është Bitcoin developer. Ai nuk e ka dasht thjesht për t'i harxhu Bitcoinat e vet. Ideja që ai ka insistu në këtë shitblerje, domethënë Bitcoin kundrejt pizzës, ka qenë arsye që ta shtyje adaptimin e Bitcoinit në pagesat e përditshme. Qartë. Ti qertsojnë laikëve këto çka s'din. Domethënë, kështu ka ndodhur ajo. Me Bitcoin e ka blerë një picë. 2 ka blerë. 2 pizza me sa Bitcoin? 10.000. Me 10.000. Në vitin 2018 apo? Sak nuk më kujtohet i viti. Atëra Jo, shumë më herët. Shumë më herët. 2008 po, ndoshta. Jo, ma vonë. Ma vonë. Atëra Bitcoini u kon shumë i lirë. Shumë i lirë. Me çato pore tash ban miliona, u kupton? Miliarda. Faktikisht pizzën e ka paguar miliard pas. Se ka hip ajo vlera. Është 1 miliard faktikisht, çu shi bjen. Po, 10.000 herë 100.000 për moment. 1 miliard. Se dole edhe mu. Edhe nas po themi që çtu është fundi. Po, do mundet më shumë. I rritjes së Bitcoinit. Domethënë Bitcoini mundet më vazhdu me u rrit. Normale, ka një pikë të ndalesës, edhe nuk shkon gjithçka vetëm tu hype. Po. Gjithë se edhe tregjet, a kuptojnë, është absurde ti vetëm ngritje. Por atë shkak i kije edhe këto krizat financiare, 2008-ën, e kije .com bubble 2001, se ndryshe në vokabularin financiar, këtynve ju thojnë mjelma e zesë. Mjelma e zesë është Black Swan. Kjo është me thonë një shans për shansave më të mëdhoja që mundet me indodh dikujna në botën e financave që me mujt me investu. Këto janë të ralla, por kur ndodhen, kjo është me pas, po në atë moment me pas mindsetin e investimit është shumë diçka e vështirë se përballësh me presion të madh psikologjik dhe mental. Shembull mjelma e zezë e fundit kur ka qenë marsi 2020. Çka kina pas? Pandemia. Ai ka shku dikujt mendja me investue? Jo, shumica kanë pas mendjen milli, zejtini, senet bazike, a kupton? A në atë moment, domethënë kush ka investu edhe $1.000 e çatëherë, mjelmat e zeza sjellin ndryshimet e mëdha edhe me kapital të vogël. Çatëherë kush ka investu $1.000 dhe ka prit 2021-shën, çerekun e parë, ai ka mujt ndoshta 100.000 mi arrit. A kupton, kjo është ama shansi i rrallë. E këta na e shohna te këto njerëzit që e kanë një mindset të tillë. Shembull, jo rastisht kanë arritur edhe kapital aq të madh, shembull kur e kanë vet Baron Rothschildin, kur është koha më e mirë me investu, e di çish është përgjigj, kur të shihni Jack në rrugë. Domethënë ato luftat, trazirat i kanë si domethënë një mundësi për investim. Jo rastisht edhe ato njihen si aktor të shkaktimit të shumicës së luftave. Ti shembull e ke pas Rothschilda që e kanë financu kampanjen edhe Napoleonit, pa e kanë financu edhe ata anën tjetër, a kupton? Që nesër me dështu Napoleoni, ajo është mirë. Yahudi Rothschildi. Rothschildi, po.